Dje në ora 9 në rrugën lokale Tetov, fshati Volkovin, afërsi të fshatit Bervenic, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria një 66 vjeçar nga fshati Jançisht. Ai është kapur duke drejtuar një makinë bujqësore traktor Ferguson me targa të Tetovës pa leje drejtimi. Traktori është konfiskuar, ndërsa pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 11:20 në rrugën lokale drejt fshatit Pirok të Tetovës, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 46 vjeçar nga fshati Reqice Vogël e Tetovës. Derisa zyrtar policor po ndërmerrnin masa ndaj personave të tjera, ai ka filluar të sillet në mënyrë agresive dhe ka drejtuar kërcënime ndaj tyre. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 14:25 një person nga Tetova ka raportuar se motra e tij e mitur 15 vjeçare, e cila ishte denoncuar si e zhdukur një ditë më parë, është gjetur në gjendje të mirë shëndetësore. Sipas raportimit, ajo kishte qëndruar te një i njohur i saj në Shkup. Dje në orën 14 te vendi i quajtur Banjisht në Tetov, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 26 vjeçar nga fshati Poroj i Tetovës. Gjatë një kontrolli në trafik është ndaluar automjeti udhëtarëve Volkswagen Golf me targa të Tetovës, të cilin ai e drejtonte, ndërsa pas ndërmarrjes së masave është konstatuar se ai nuk kishte dhënë provimin për patent shoferi. Tek ai janë gjetur dhe marijuanë dhe një thik. Automjeti është konfiskuar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 17:05 në DPB Gostivar është raportuar se në rrugën Nikola Tesla në Gostivar, për shkak të një keqkuptimi paraprak, ka ndodhur një përleshje fizike mes të afërmve. Të gjithë nga Gostivari, pas bardhjes së plotë të rastit, do të dorëzohen para shtresa përkatëse. Dje në orën 21:50 në stacionin policor të Gallatës, një 37 vjeçar nga fshati Dobërdol ka raportuar se rreth orës 15 në fshatin Gradec është sulmuar fizikisht nga një person nga njëjti fshat, po merren masa në zbardhjen e ngjarjes. Dje në ora 22:35 në rrugën jashtë Vardarit në Tetov, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 53 vjeçar nga fshati Qellopek i Tetovës, pasi tek ai është gjetur lëndë pluhuri e bardhë. Ai është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejme dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse.